Përshëndetje, sot po e përgatisim recetën më të shëshme dhe më të mirë të ëmbëlsirës, torte Snickers. Të gjithë ju që doni me përgatit këtë recetë, na ndiqni në vazhdim, është ideale për çdo festë. Ja vlen ta provoni edhe këtë recetë tepër të shëshme. Fillojmë. Fillimisht në një tenxhere do të hedhim 2 gota e gjysmë sheqer, gota që i ka 200 ml. Ose në total 440 gram sheqer. Në anën tjetër, këtu kam shtuar 300 ml krem për ëmbëlsira edhe e la që të nxehet kreme. E në ndërkohë, derisa sheqeri të shkrihet, pra të karamelizohet, vazhdojmë e përzim derisa të rritet mirë. Çfarë duhet të kemi parasysh kur e përgatisim karamelen? Duhet gjithmonë në temperaturë mesatare ta lëm që sheqeri të shkrihet edhe të bëhet kështu si në video. Mos të mbetet kokrat e sheqeri, po të bëhet si lëng pra. Pasi që është karamelizu dhe është shkri sheqeri krejt, shtojmë 200 gram gjalp ose margarin. Vazhdojmë e përzim në temperaturë mesatare edhe derisa gjalpi të shkrihet rësisht. Duke e përzier vazhdimisht derisa të shkrihet krejt gjalpi ose margarini. E pastaj, pasi që të shkrihet, do të shtojmë edhe kremin për ëmbëlsira që thash se e leni që të ngrohet anash. 300 ml krem për ëmbëlsira. Edhe tash vazhdojmë edhe e përzim, duke e përzi, kjo veç vazhdon edhe që të rritet, edhe të bëhet një masë homogjene. Unë ja zvogëllova temperaturën në minimum, tash do e la ngadal që sheqeri të shkrihet. Pra, karameli të përzihet me kremin për ëmbëlsira, krem pana ose hopla, çfarë do lloj kremi që përdorni për ëmbëlsira. Do të vazhdojmë, do ta përzim vazhdimisht derisa të rritet krejt sheqeri. Po i preni që edhe ngjyrën e ka ndryshu ngadal, edhe tash është gati, kështu duhet të duket. Krejt sheqeri është të rritur. Pasi që e kena gati, e largojmë nga zjarri. Unë do ta transferoj në një enë tjetër, pasi që karamelin duhet ta lëm që të ftohet. E transferojmë në një enë tjetër e në anën tjetër do të marrim edhe kikirikat. Për shkak se këtë ëmbëlsirë do e përgatisim me kikirika. 300 gram kikirika të pjekura. Kikirikat janë pa krep, por unë për shkak që nuk munda me gjetë, vazhdova i bleva këto që janë me krep edhe me lëvore. Pastaj ja largova lëvorën edhe po i shtojmë këto. 300 gram. Mundeni me i coptu në pjesë më të vogla, po mund t'i leni edhe kështu siç janë. Tash do ta la masën që të ftohet në frigorifer. E në ndërkohë po përgatisim brumen për tortën Snickers, 6 shëves. Mandej shtojmë 160 gram sheqer ose një gotë që është 200 ml, nuk e mbushni plot. Vazhdojmë edhe krejt përbërësit i përzim mirë me mikser derisa të formohet një shkum e bardhë dhe e trash. Do me thonë si që përgatitim edhe krejt ëmbëlsirat e tjera. E pasi që të formohet ajo shkuma e bardhë, si këtu në video, atëherë do të vazhdojmë edhe do të shtojmë përbërësit e tjerë. 100 ml vaj, 120 ml qumsht, një pak o pluhur për pjekje, 3 lugë të xhelës me kakao, e shtojmë kakaon këtu, pra e sitim, kështu më lehtë do të përzihet brumi edhe nuk do të na formohen toptha. Vazhdojmë me përzim me lugë, tash mikserin nuk e përdorim, veç me lugë e përzim derisa masa të formohet
edhe të bëhet një masë homogjene. Për këtë recetë na nevojiten 160 gram miell ose një gotë edhe gjys gote tjetër. Një gote gjys ose matni me gram 160 gram. Edhe tash vazhdojmë i përzim me lukë, kështu derisa të na formohet brumi. Pasi brumi është gati, e shtrojmë tek tepsia. Tepsia që po e përdor është një tepsi që i ka për masat 30 cm me 22 cm. Të njëjtën recetë mundeni me e pjek në një tepsi që është 28 cm forma e rumbullakët, ose janë disa tepsia që janë 28 cm me 28, pra katrore. Tash po vazhdojmë edhe po e përgatisim edhe kremin me karamel, po e vreni që kur ka qëndru në frigorifer ka fillu pak të troshet, edhe tash vazhdojmë me përzim me mikser sepse ne duam që kremi karamelit së bashku me kikirikët të merr një ngjyrë pak më të qeltë, edhe kur e përzim me mikser tash e shohim se sa i mirë që bëhet. E po tash kremin e kemi gati, është tepër i mirë edhe kur e provoni kështu ka shije shumë. Do e lajmë anash, mund ta leni edhe në frigorifer, po unë do ta lë anash e tash do të vazhdojmë me përgatit edhe brumin. Brumin e kena pjek në temperaturë 180 gradë për 25 minuta. Ju do ta kontrolloni se për sa minuta do t'ju duhet derisa të pjeket tortja krejt. Kjo është tepsia, edhe tash largojmë letrën që e kena vendos. E tash pasi që të largojmë letrën, do të vazhdojmë brumin, do ta ndajmë në 3 pjesë të barabarta. Edhe pse kështu po duket që ka pak brum, por çaq është brumi edhe mjafton për këtë recetë, nuk na duhet më shumë. Tash vazhdojmë edhe brumin e ndajmë në pjesë të barabarta. Unë do ta përdori këtë mjetin për të prerë ëmbëlsirën, pra brumin. Tash vazhdojmë kështu me thik nga pak, e pastaj do të vazhdojmë edhe do ta ndajmë. Pra thash që brumin do e ndajmë nga dal kështu në 3 pjesë të barabarta. Mund ta ndani edhe me thik të madhe, ose mundeni edhe brumin me nda në 3 pjesë, me pjek 3 herë, pra si të doni ju. Pasi që e kena nda shtresën e parë, edhe tash e vendosim në një tepsi, mandej do të vazhdojmë edhe me pjesët tjera, do i ndajmë në të njëjtën mënyrë, vazhdojmë edhe një herë brumin e ndajmë. Tash po vazhdojmë me përgatit edhe kërimin e bardhë. Për këtë recetë na nevojiten 500 gram mascarpone ose krem djathi, mbaret se çfarë kremi ju ndodhet në shtëpi. Do me thonë do të përdorim 500 gram mascarpone. Kjo është që përdoret për të përgatitur tiramisun. Vazhdojmë shtojmë 6 lugë të gjellës me sheqer pluhur. Shtojmë krem për ëmbëlsira. Edhe për këtë recetë na nevojiten 300 ml krem për ëmbëlsira. Vazhdojmë me përzim, pra në fillim kam hedhur vetëm pak, tash po e shtojmë edhe pjesën tjetër të kremit, derisa të formohet një krem pak më i butë. Por mos harroni që duhet shtojmë edhe një pak sheqer vanilje, që unë harrova ta shtoj në fillim, por do ta shtoj tash në fund. Shtojmë edhe sheqer vaniljen që gjithashtu do t'i jap një shije tepër të mirë kremit të bardhë.
edhe vazhdoj me përzim me mikser edhe për 1 deri në 2 minuta. Kremi veç më është gati edhe tash na mbetet vetëm se me përgadit tortën Snickers. Vazhdojmë tash edhe tek shtresa e parë e brumit, do të shtoj gjysmën e kremit të bardhë. Pra e ndajmë për gjys edhe gjysmën e shtojmë tek shtresa e parë. Vazhdojmë edhe kremin e bardhë, do e shpërndaj mirë mbi tërë sipërfaqen e ëmbëlsirës. Kremin vazhdojmë edhe e largojmë kështu anash me lugë, duke formuar një muri të vogël kështu, sepse po e përgatisim edhe vendin për ta hedhur edhe kremin e karamelit që e përgatitëm pak më herët. Ne do e bëjmë këtë veprim sepse nuk duam që kremi pastaj na shpërndahet ose të del nga ëmbëlsira. Pra në këtë mënyrë po i japim këto skajet, po i bëjmë pak sikur mur, edhe tash po shtojmë gjysmën e kremit të përgatitur. Gjysmën për njërën shtresë e gjysmën do e lëm për shtresën tjetër. Vazhdojmë edhe e shpërndajmë mirë. Është një nga ëmbëlsirat tepër të mira të shishme që ja vlen të provohet dhe jam e sigurt që nëse do e përgatitni këtë recetë, do të më falenderoni. Është një nga recetat që më pëlqen me përgatit sidomos për festën e Bajramit, ja vlen me provu ose ndonjë festë tjetër, sepse bëhet tepër e mirë edhe tepër e shishme. Të gjithë do të mahniten nga kjo recetë se sa e mirë bëhet, provone, sepse nuk do të zhgënjeheni asnjëherë. Pasi e kemi shtruar pra shtresën e ditë të brumit që nuk më doli ashtu siç duhet, pra gjatë ndarjes së brumit, por nuk prish punë, e shtoni kremin e bardhë, njëjtë veprojmë duke formuar kështu anash, mur të vogël, edhe pastaj sërish do e shtojmë kremin me karamel. Edhe kështu, pastaj në fund e shtojmë edhe shtresën e tretë të brumit. Pas e kena gati, e vendosim shtresën e tretë edhe ëmbëlsira është gati. Mirë po mbi duhet të hedhim edhe çokoladë për gatim. Anash do ta lyeni me kremin e bardhë në të gjitha anët, pra kështu. Në tigan kam hedhur 100 gram çokoladë për gatim edhe 80 gram çokoladë Milka, pra çokoladë qumshte. Tash këtu shtojmë edhe 100 ml krem për ëmbëlsira. Edhe e lëm që çokolada të shkrihet. E në anën tjetër po përgatisim kikirik, 100 gram kikirik të pjekur pa kryp, edhe i presim apo i ndajmë kështu në pjesë më të vogla. Çokoladën e kena gati edhe kikirikat janë gati, tash i bojna bashk edhe kjo do t'jetë masa me të cilën do ja hedhim ose do ta lyejmë mbi tortën Snickers. Po vazhdojmë tash, do t'i përzim mirë edhe do t'a shtojmë mbi torte. Pra me çokoladën që e përgatitëm me kikirik, po e mbuloj mirë edhe tortën e përgatitur për sot. Recetë që ja vlen të provohet edhe që shijon shumë. Bëhet më e mirë se sa që mundeni me ble. Përgatitni vetë sepse ja vlen me provu këtë recetë. Pra thash është ideale për festë, sidomos tani për festën e Bajramit. Unë vetëm se ju them se pasi që ta shtrini mirë çokoladën kështu, do ta leni ëmbëlsirën që të ftuhet tërësisht në frigorifer. Për mas paktu dikon 2-3 orë, e pasi që të ftuhet mirë, pra unë e lash gjithë natën të ftuhet, tash do ta provojmë edhe do ta shohim recetën se si është bërë. Mund ta ndani për gjys, po mund ta ndani edhe në më shumë pjesë, pra mbaret ju si doni, pra mundeni edhe kështu me nda horizontalisht, por edhe vertikalisht si të doni. Unë po e ndaj kështu në mes, edhe pastaj do të vazhdojmë ta ndajmë në pjesë më të vogla. Për festë, pra mjafton nga një pjesë të hollë ta ndani për secilin person. Unë po e ndaj të them kështu sa një gisht, por që është shumë kur do ta kombinoni edhe me ëmbëlsirat e tjera. Pra, vetëm kështu për ta demonstru,
ja vlen ta provoni këtë recetë, por ka për të gjithë, për afërsisht nëse ju do e ndani kështu si unë për 30-35 persona, besoj që do ju dale kjo ëmbëlsirë. Kjo ishte edhe receta që kishim përgatitur për sot. Unë shpresoj që ju ka pëlqyer dhe kjo recetë. Besoni se ja vlen ta provoni. Nuk po e them vetëm kështu, por shijon shumë. Provoni edhe ju, edhe na shkruani në koment. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.